Gjykata shqiptare mbi shoqëri dhe veprimtarinë tregtare është libri i cili u promovua në Fakultetin e Drejtësisë në datën 25 shkurt. Libri mban autorësinë e Argita Maltezit, Jonida Rystemaj dhe Armela Kromiçi. Në këtë promovim ishin të pranishëm përfaqësues të notarisë, kryetari i lartë i gjykatës, antar të Këshillit të Lartë të Drejtësisë dhe deputet. Për emisionin Mirë se vjen, do të ndiqni intervistën e zhvilluar me bashkautoren e librit njëherësh dhe pedagogen Argita Maltezi. Në radhë të parë ka qenë një projekt interesant për ne, sepse nuk ka pasur një përpjekje të mëparshme për të mbledhur në mënyrë të sistematizuar rastet që kanë të bëjnë me shoqëri tregtare dhe veprimtari tregtare. Ka pasur botime të ngjashme në fusha të tjera të së drejtës. Për shoqëri tregtare besojmë që kjo do të jetë një ndihmë e re për të gjithë praktikuesit, ushtruesit e këtyre dy degëve, le të themi, të drejtës private, pra thashë të drejtës shoqërive tregtare dhe veprimtarive tregtare, si një përmbledhje e vendimeve të gjykatës rrethit gjyqësor, kryesisht të Tiranës, por dhe të disa rretheve të tjera, gjykatës apelit, gjykatës lartë dhe gjykatës kushtetuese. Të pranishëm kam qenë shumë personalitetet të fushës me të cilën i përket edhe vetë libri nga vetë tematika dhe ajo çfarë është trajtuar. Në fakt si është vlerësuar, ndoshta edhe pse jemi në momentet e para për dhënien e një vlerësimi, ajo çfarë atyre ju ka bërë më tepër përshtypje nga këto tematika të sjella? Në fakt libri ka vetëm 2 javë që ka dalë nga botimi dhe unë nuk besoj që është ende faza e dhënies së mendimeve kritike në lidhje me botimin. Autorët, flasen emër të 2 autorëve të tjera, e mirëpresin realisht çdo mendim, çdo sugjerim, çdo kritik për botimin. Por mendoj që Fakulteti i Drejtësisë shërben si një bërtham për të gjithë ata juristë që dalin dhe me zhvillimin e karrierës tyre profesionale shndrohen në figura publik, shndrohen në gjyqtar shumë të mirë, prokuror, noter, përfaqësues të organeve të tjera, kështu që unë besoj që prezenca e tyre sot ishte edhe si një rikthim në shtëpinë nga ku kanë dalë. Në fakt, çfarë sjell për studentët? Për studentët kuptohet është një lehtësi e madhe sepse i prezanton në një mënyrë shumë më të thjeshtë me të gjithë rastet dhe vendimet gjyqësore me të cilat ata mund të ilustrojnë si thua teorinë që marrim. Ajo që kemi bërë dhe që kemi pasur studentët në mend kur e kemi bërë, ka qenë që e kemi sjell vendimin thuajse të plot. Kemi bërë redaktime të caktuara për të larguar ato që kanë qenë panevojshme, me idenë që studentët të lexojnë gjuhën juridike se si shkruhet vendimi. Argumentat e palëve, sepse ka një pjesë që është gati njësoj, kuptohet pastaj janë specifikat e argumentave të çdo pale në çdo konflikt gjyqësor. Por kjo ka qenë, domethënë, studentët kemi pasur në mendje kur kemi sjell kaq të plot vendimet. Për çdo jurist tjetër do të mjaftonte edhe një përmbledhje ndoshta e vendimit dhe pastaj debati mbi argumentet siç kemi bërë. Në fund të çdo vendimi gjyqësor është një pjesë e veçantë, disa pika për reflektime kemi quajtur, ku kemi dhënë vlerësimin ton për vendimin gjyqësor, kemi pasqyruar praktikën në çështje të ngjashme të vendeve të huaj, jurisprudencën e huaj, pra në këto çështje aty ku ka qenë e mundur, doktrinën vendase, doktrinën e huaj e kështu me radhë. Gjithashtu, një tjetër zë që bashkangjitet është dekani i Fakultetit të Drejtësisë, Altin Shegani. Votimi është një risi në, le të themi, biografinë kurrikulare të Fakultetit të Drejtësisë të Universitetit të Tiranës, për faktin sepse ai evokon një dimension të munguar të jurisprudencës së gjykatave shqiptare në fushën e veprimtarisë shoqërive tregtare. Kështu që ky botim jurisprudencial, me karakter jurisprudencial, analizën e, le të themi, dimensionit jurisprudencial, plotëson vakumin që ekzistonte mes teorisë dhe praktikës. Është një nga botimet e më të reja, më të fundit, dhe do thosha më bashkohore, fruti një analize dhe refleksioni edhe në laboratorët e huaj juridik, kryesisht universitetet franceze, gjermane dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës. Mendoj që vjen në momentin e duhur, sepse vetë mosha e zhvillimit të shkencës të drejtës tregtare dhe implementimi i saj në kurrikulin e Fakultetit Juridik të Universitetit të Tiranës është e re. Kështu që vjen në kohën e duhur për t'i folur një auditori më të gjerë se sa i studentëve, auditorit të specialistëve të praktikës gjyqësore, por edhe specialistëve të tjerë të fusha juridike të interesuar për, le të themi, lëmin e marrëdhënieve juridike tregtare në Shqipëri.
Falenderoj gazetarin tonë Oral Dalahe që na solli pra këtë material të zëruar në lidhje me promovimin e këtij libri. Ndërkohë më ka ardhur një foto në celular, s'duket shumë qartë. Po është një foto kështu me kokën time profil dhe më thonë sa bukur e ke këtë parukën sot të shkon shumë. Po ç'keni më që tallin me flokët e mia, më xhasuloj. Do t'i heq, nuk do t'i bëj më. Do t'i heq fare. Ç'do duan t'i heqësh, do t'i bësh tull, bëj. Po jo mos s'më shkojnë pa do t'i kisha bërë. Po do një qeleshë. Do vë një qeleshë si Xhasulo. Alo? Do vë një qeleshë si ti. Ja, tani më ndigjon? Po, të dëgjoj shumë mirë. Se patëm një shkëputje mendimi. Mendimi jo, po kështu vale transmetimi audio. Mendimi thash për mos ta bërë shumë të madhe, më kupton? Por e vë një qeleshë dhe shpëton. Do shpëtoj, seriozisht shpëtoj. Atëherë, të dashur miq, kam në dorë një libër shumë të veçantë, në fakt. Është përgatitur nga Alketa Luari dhe titulli i librit është Ishte koha e idealit, rinia shkollore në luftën antifashiste nacional çlirimtare gjatë okupacionit për italian në vitet 1939-1943. Është folur shumë për këtë luftë, vazhdojnë edhe nëpërmjet gazetave që ne lexojmë, për shembull ka si thua një grup veteranësh të cilët e kujtojnë këtë ngjarje shumë të madhe të kombit shqiptar, teksa shumë të rinj, por gjithë pasojnë moshe, do të thosha kanë luftuar fort që vendi ynë të çlirojë, për atë ishte një vend i lirë. Kam të ftuar në studio autorin e librit Alketa Luari për të kuptuar më shumë se çfarë mund të gjejmë në këtë faqe. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes edhe juve. Mirë se keni ardhur. Atëherë, duket se është folur për luftën e dytë botërore, të themi, ose luftën antifashiste nacional çlirimtare, por jo në këtë dimension. Ju keni qenë ajo që keni shpluhurosur, të themi, arkivën qendrore të shtetit, teksa keni ulumtuar aty për të kuptuar më shumë rreth qëndrimit të paktën të rinjve, nxënësve dhe studentëve të asaj kohe në këtë qëndres ndaj fashizmit. Si nisi e gjithë ideja? Se në parathënie e thoni, por dua ta themi për publikun e gjerë. Atëherë, libri është bërë me rastin e 70 vjetorit të çlirimit të vendit që u kremtua vetëm para pak muajsh, pra në 29 nëntor. Ideja erdhi vetë ju sepse unë si historiane dhe specializuar në historinë e Shqipërisë periudhën moderne, kisha menduar që të bëja diçka me këtë rast, sepse 70 vjetori ishte një eveniment i madh. Dhe tema me të cilën unë u përqendrova ose me e hodha idenë ishte që të bëj një diçka e veçantë, sepse është folur shumë mbi temën e luftës, si për shembull çlirimi i vendit ose lufta partizane diçka. Po kjo temë duke u rrahur shumë, si thua ishte përqendruar vetëm në këtë gjë. Dhe atëherë unë mendova që diçka duhej bërë një diçka e veçantë. Dhe e vetmja gjë që unë mendova në atë kohë ishte pse mos bëhej një temë për sa i përket rinisë shkollore, sepse në fund të fundit ishte vetë rinia shkollore ajo që u bë pararoja e kësaj lufte. Si që përgjithsisht bëhet rinia, edhe në periudhën e demokracisë tonë, apo dhe... Patjetër, në çdo vend, jo vetëm në Shqipëri flasë, por në çdo vend, po flasin këtu për luftën e dytë botërore. Por në çdo vend, me fillimin e luftës së dytë botërore, domethënë ishte rinia që mori situatën në dorë. Kjo jo vetëm kur filloi lufta si thua, por që me demonstratat e para që në vitin 1939 pra në prag të pushtimit të Italisë, që në ditët e para të prillit vihere ky masivizim i rinisë, ishin vajzat e Institutit Femëror, Gjimnazi i Tiranës, shkolla teknike, por kjo gjë ishte përhapur, nuk isha përqendruar vetëm në Shqipëri, por edhe në qytetet të tjera të vendit, si për shembull siç ishte Gjimnazi i Shkodrës, që ku përfshiheshin dhe konvikti Maletona. Ishi Instituti i Vajzave Donika Kastrioti, edhe ajo një shkollë e cila është trajtuar dhe shumë në libër, Normalia e Elbasanit, Tregtarja e Vlorës, Liceu i Korçës, i Gjirokastrës, pra nga gjithë Shqipëria, dhe prandaj them që ishte një diçka shumë e madhe në përsa i përket kësaj gjëja. E qartë, edhe ne kemi kuptuar diçka në fakt në lidhje me rolin e tyre nëpërmjet kinematografisë shqiptare, përtej asaj që mund të kemi bërë në shkolla në histori, po dhe kinematografia ka sjellë një lloj dimensioni. Libri është shumë interesant, dashur miq, e gjeni në çdo pikëshitje, në çdo librari. Shoqërohet edhe me dokumenta real të kohës, foto të kohës,
Po, ishte me mbajtur kjo dosje të themi në arkivën e shtetit? Ishte e vështirë të aksesoni? Nga dokumentat që unë kam marrë, ka shumë dokumenta, sepse duke filluar nga dokumentat e Ministrisë së Brendshme të asaj kohe, Drejtoria e Policisë, dhe të gjitha këto ishin fokusuar në pjesën më të madhe në rezistencën që kjo rini ose këta të rinj bënin gjatë luftës. Janë materiale që për herë të parë, do me thënë, nxiren, dhe ajo që unë kam bërë është sepse duke përdorur madje dhe dokumenta të thjeshta, nxirre do me thënë se sa armiku punonte, sepse dhe armiku kishte hilen e ti nga një ranë, dinakrin që të bënte isha jo propaganda, sepse në çdo vend propaganda është mjeti kryesor, do me thënë që pushtuesi përdor në veprimtarinë e tij, që të bëj për vete masat. Dhe kjo ishte ajo që ai shfrytëzonte, si për shembull dërgimi i nxënësve nëpër universitetet italiane, aktivitetet e Gioventù Litoriana Fascista, do me thënë rinia fashiste liktoriane e të tjera. Pra, duke përdorur këto lloj mjete, ai kërkonte që të bënte këtë rini për vete, por ishte kohë sepse rinia tashmë kishte zgjedhur. E qartë. Ndërkohë, si shfaqen heronjt më popullor të asaj kohe, të themi si Qemal Stafa apo të tjerë, si qëndrojnë në raport me të rinjt e tjerë? Në këtë libër flasë gjithnjë. Dgjoj, Qemal Stafa në atë kohë nuk ka qenë në Shqipëri. Në 39-ën ai ishte, më fani, mbas gjyqit të komunistëve që u bën në vitin 38-39, Qemal Stafa ishte internuar në Berat, ku ishin dhe Vasi Shanto, Kristo Isak, Themovasi e të tjerë, dhe pastaj u gjendën në burgun e Tiranës. Me pushtimin italist, Qemal Stafa aratiset dhe pastaj më vonë fillon studimet në Itali. Pra janë të rinjt universitar, të cilët më vonë do të kthehen dhe do të bëhen nga drejtuesit, si që ai vetë sekretari i rinisë komuniste, më thonë menjëherë mbas themelimit të partisë. Për sa i përket të rinjve të tjerë, duke nisur që nga ai më i thjeshti, që vinte nga një familje shumë e thjeshtë, gjëja kryesore që ata kishin ishte lufta kundrejt okupatorit, pra patriotizmi që vrihej re tek këta të rinj, ishte lufta kundër okupatorit. As me pikpamje politike, absolutisht asnjë gjë, vetëm lufta kundër okupatorit. Dëgjove Xhasulo, se ti kishe mendjen aso kohë të merresh me punë të tjera. Po vetëm të qortosh ti mordial. Të paktën bli librin dhe kupto çka kanë bërë bashkëmoshatarët e tu në atë kohë aq të rëndësishme të historisë shqiptare. Ja që unë nxitove se librin e kam blerë dhe po e lexoj me shumë kënaqësi. Bravo. Dhe ju uroj shumë suksese. Po je djalë, burr i lexuar ti. Djalë, faleminderit, djalë i thënë, po hajt. Ndërkohë dua të theksoj që në fakt për të dhënë informacion më të plot për teleshikuesit tanë, ju keni bashkëpunuar në vitin 97 si korespondente e kanalit 3 televiziv shtetëror italian për Rai 3. Në vitin 1999 keni botuar një libër me poezi që titullohet Vitet e ëndrave të mia. Si dhe nga viti 2000 deri në vitin 2003 keni qenë përkthyese në një nga kanalet prestigjioze shqiptare. Kështu që keni një karrierë të themi të gjatë, pavarësisht që angazhimi juaj sot është jashtë medias profesional flas. Po na keni dhëruar një libër shumë të bukur dhe ju falenderoj për këtë. Asgjë. Sekondër ju falenderoj që ishte edhe këtë mëngjes me ne. Faleminderit kënaqësi. Edhe shumë suksese në hulumtime, në zbulimet të tjera, ka shumë për të thënë, besoj ka shumë për të thënë. Për historinë shqiptare. Ka shumë për të thënë. Të dashur miq, në çdo librari pra e gjeni Ishte koha e idealit nga Alketa Luari. Ne do të ndjekim në këto momente, mund të ndjekim atë Jo, ja kalojmë linjën pa programacionin dhe kthehemi shpejt pas spotut publicitar. Dakor, do të jemi me të ftuar të tjerë special që ndronë me ne.